Unë mundova me atë timen edhe në i farë mënyrë edhe dje kur bëm prezentim për dje të debutetve, i kërkova i loj falje me që këtë punë, si me thënë e mora unë përsim. Kolegve që nuk jam rritëm dot, se logika do ishte që të gjithë grupet që kanë dalë nga PD-ja, ku hynë edhe Zoti Basha, i Sheja, do me thënë, të ishin gjithë bashkë. Pse, nuk është se ka një ndryshim madhë ideologjik këtu, që të themi, e pare punës. E dyta kemi dalë gjithë nga njëjta paka shumë matricë politike, në kotë ndryshme, po gjithësësi. Edhe dhe ishe logike që këtë grupë të ishte bashkë. Në mos njësoj të njashëm. Të njashëm, unë them po thuj se në sensin e programit originës politike, po thuj se një lojnë. Si do ishe logike që dhe ato të rritësh, gjë që edhe e kam sugjeruar në për media, të ishin dhe ato bashkë, për shembull, Llapaj, Qorri e këto, pse, po përfaqësojnë një opozitë, sigurisht jo ka kjo e djatha, po e quajmë tradicionale, një opozitë që nuk ka në një, se me thënë, orientim ideologjik, është mbështetur mbi kontestimin e sistemit, të regjimit, edhe për një hapësirë, si me thënë, edhe nga ana kështu rinora, anagrafe, po themi, që i përket një brezi tjetër. Edhe kjo do t'ishe një logikë. Fatkeqësisht nuk jam rritëm, të ashtë çfarë ka ndodhur me këtë mens, jo vetëm që të coptohet vota, edhe me këtë ligj që jemi, sigurisht që ka një efekt negativ, por e dyta vështirësohet puna për qytetaren, sepse do t'i identifikojt e shimë brenda një muaj e gjysë, 2 muaj, atje janë 11, si me thëmë, parti të ndryshme, koalicione, emra, koalicione, do ishte harta politike e Shqipërisë, do ishte më e thjeshtë. 3-4 grupe, si që ndodhë në gjithë demokracitë, do ishte shumë më e thjeshtë dhe më produktive për opozitën shqiptare. Ta thash, gjithsesi, ne kemi bërë një hapë këtë grupi jonë, që quhet djathtas për zhvillim. Po keni rreth 2 muaj që ja kërkoni këtë? Ma shumë, që para vitit 3 po ashtu, ne kemi bërë gjithë tentativat për të komunikuar me gjithë grupet, janë gjithë sebebe, në fakt për të qenë sinqert, sebebet janë shqiptare. Kush do ta drejtoj, pse ju ne jemi më shumë, kemi më shumë njerëz, sepse në fakt në i reject kështu politik nuk ka. Dikush jenë një sebeb, si punë e Grushive, që thonë kjo, thonë po daja kësajt, ku e di unë ka qenë i shumëtuar, po ne do marim nusën, jo daja. Nese, që të mos e dramatizojmë për te asajt, nuk jam rritëm. Uroj që me një ligj tjetër do ishe shumë më e kollajtë, se janë dhe këto interesat e vogla, se dikush mendon që ka një listë më të mirë, po e zemë Fiera, po në Shkodër. Ndërkohë, juve keni bërë një listë tuajën? Gjithë, është gjithë kombëtare lista, në gjithë Shqipërisë, në fakt e ka dhe ligjë. Dhe jo ne, që mirë keq, jemi i parti që kemi lloj historie. Por dhe ato tjerët që janë 3 fare, që kanë hyrë, që janë ndërtuar ad hoc për zgjedhjet. Se e ka ligji që do mbush lista. Mirë, keq, do mbush, do bërë, se ndryshe nuk funksionon. Sigur të mungoj një vetë në Gjirokastër, Fjallavje, apo në Kugës, që mendoj që s'ka pretendim do kush nga partitë e reja, apo të vogla, për të marrë kandidat, po gjithsesi ti do ambushësh listën atje. Diferenca është kjo, edhe kjo ka luajtur rol në këtë mos bashkim. Disa për këtyre partive kanë dash një listë mbyllur, paka shumë si 2 partitë mëdha. Ndërsa juve doni listë hapur. Ne kemi bërë listë hapur dhe ja mbritëm. Me thënë drejtën, ja, sot gjysmat i dorëzuam në Komision Qendror Zgjedhor, gjysmat do i dorëzojmë ne tërheqjet e atyre pleqve e plakave që na akuzon, janë familjarë të hikën. Tash kemi mbet ne që kemi dalë në fushë betejë për vot midis qytetarëve, ndërsa ato disa prej tyre kanë zgjedhur listën e mbyllur. Si me thënë, kryetari mendon që do i marrë ato votat mjaftueshme për të hyrë njëri, edhe kjo luftë sigurisht bëhet në Tiranë. Se nuk besoj që ka ndonjëri se me qenë e kishim vu veten në listë të Shkodrës apo të Durrësit. Apo të tjerë, të gjithë kanë vënë në Tiranë. Pse?
Edhe me logjik, me thënë drejtë se në Tiranë është numri më i madh i votuesve, edhe ti nëse pretendon që ke një grup votësh, do i marrësh Tiranë dhe do hyjë kryetari. Ndërsa këtu kur kam hyrë unë të shi. Këtu është listë e hapur, mund në kaloj dikush më që se ka dëgjuar njëri politik, por... Zoti Shehi, mos kishte një lloj xhelozie ndaj jush, jeni politikan i vjetër, keni njohje, Tiranë i vjetër, dhe kjo edhe i ka trembur dhe kanë thënë që shiko, po të hym me Shehin edhe në marshim mirë. Po ishte hapur ish. E hapur ishe. Në qoftë se dikush për këtyre do më kalon dhe mu, do bëshin 2, do bëshin 3, unë ku të gjeje këtë punë se prodhot. Ta që lista e përbashkët do kishe 2 gjërat mire. Jo vetëm eliminimin sensin praktik të këti kodi zgjedhor që është i mbrapsh, po do prodhon të një sinergji politike, pra. Do prodhon të dhe i moral të ri, i cilin po e ndajnë 2 pjesë. E para ishte që këto njerëz pranoj listë hapur, dhe kjo është një moral i ri që i dalin ballëzit qytetarëve, dhe e dyta që kanë një dëshirë për bashkuse. Pse dhe kjo është një moral i ri, se në Shqipëri nuk është se bashkohen. E gjithsesi ne një sinjal vogël e kemi dhënë. Sa do që është minimal, që jemi bashkuar pak 2 parti. Si shpjegohet Basha nuk erdhi me ju dha? Po e Basha kishte këto pretendime, pra, të kësaj lloji natyre që duhet ta drejtoj unë. Ne jemi grupi më i madh, jemi më të organizuar, do marrësh vota totale. Absolutisht, po them dhe unë nuk është se kam qenë kundër kësaj pune, do kisha ka përdi edhe këtë për hir të një bashkimi. Po një lloj grotesku brenda qendrimit bashkë ka, pse pretendon Basha sot e kësaj dite. Po të shikoni ka bërë një parti Euro-Atlantik, e drejta e vet. Dhe ka vënë një djalë atje shumë të mirë, e drejta e vet. Po që ditën që ti ke bërë këtë punë, ti po hynë zjedhë, dhe ke akoma pretendimin bosh, absurd, se këto fillon absurdi, po, që unë jam kryetari i Partisë Demokratike dhe unë do luftoj për vullën deri në Strasburg, prandaj unë ke partia e re nuk jam unë kryetar, prandaj koalicionin do të udhëheqë ky djali që kam vënë unë. Që i mrekullueshëm është, po se jep kërkueshë, pse po s'ka një karrierë politike, një gjë, si da drejtoj? O dili për zot partisë tënde veje emrin tënd, edhe hajde ta diskutojmë ku që drejton, atje, po jo, ke vuti të shi dikë, atje, edhe do t'ja imponosh dhe nuk qëndron, kjo është për te e saj kërkesës minimale, kuptoti, jo, po pse nuk e bën t'i vetë, dhe kjo e jërë që ti bën një parti, po si ve emrin tënd, se ti e mbrapa, se ti e trashëgimtari. Po, një pronet madhe, kuptoti, ja, ke bërë një shtëpi vogël di, po nuk do t'jetë kjo imja, se unë jam trashëgimtari i ku e di unë, i top tansve, po qëndron kjo është për te një logjike normale. Tashi, ju e keni pa lista e Bashës që thot atje, që kjo është protokolizmi, ka një emër tjetër atje në krye, ka dhe partia një emër tjetër. Oje i PD-sh, edhe lufton për PD-n që ka të pru në emrin tënd, o do bësh një gjë të re, si që bën këto, alibeje këto, u të regun më burë këto. Ka e natë fshatë nuk në dëgjojnë, po largohemi. Do bëjmë një grup të ri politik me emër tjetër e do njësim malorën tonë. Në fakt të reguan më pjekuri politike, më thënë të drejtën me bashkimin që po të pak të moral të reguan. Do shkojmë ke PD-ja, PD-n të shimë mirë keqe ka marë Berisha dhe i takon, a i ka shumis në votë, a i mori vullën, dhe më thë i takon dhe me ligjë të shi, vullën, zyrat, gjitha këto i përfajson a i të shi, qëfar do përfajsojnë të tjera? PD-n që ka të pru, PD-n që sësh më e lishme, se ligjën e ka a i me vetë, vullën, kjo sigur së qëndron. Plus i ka dhe një këshu, kjo fetish ndaj partive, ndaj emra. Ore, partit qëndrojnë janë instrument për të marrë me politikë. Nuk është nëna jonë partia që përbetohemi ne, se gjithë me thënë kjo punë. Gjithë botën ndryshojnë njerëzit, ndryshojnë kohë, ndryshojnë partitë, emrat e partive, leadershipi. Me pak fjalë ka shumë nga këto hipotezat, pse u bë, pse s'u bë. Realiteti ky që di, unë është ky. U mundum, e si jam rritëm.